Hygerta Kasa është 25 vjeçaria nga Tirana që prej 5 vitesh mban agjërim. Çdo fillim Ramazani ajo e pret muajin e shenjtë me një emocion të veçantë. Absolutisht një sipaqeje edhe mëshire, është shumë emocionuese për të gjithë besimtarët, besoj, kështu që mezi e pritëm. E rritur në një familje ku agjërimi është kthyer në traditë, ajo e nisi rrugëtimin që në moshë të vogël. Fillimisht me orë të reduktuara, por me kalimin e viteve vendosi ta mbajë muajin e plot. Por me hamendësim, rreth mosës 7 vjeçare kam nisur të agjëroj me ditë dhe me orare të reduktuara, nga që agjëronte mami edhe agjëronin pjesëtarë të tjerë të familjes, duke si ndjesi, dua ta përjetoj dhe unë, domethënë kur nuk haja gjithë ditën që të haja iftarin me familjen, se është ajo ndjesia që të bashkon, që të lidh, domethënë më shumë. Familja e Hygertës përbëhet nga 6 anëtar, të gjithë agjërues. Ajo tregon për jetimet e vakteve të lejuara gjatë syfyrit dhe iftarit, ku e gjithë familja bëhet bashkë në tryezë. Ne jemi 6 anëtar në familje dhe agjërojmë të 6, kështu që normalisht neve jo do gatuajmë, jo do shtrojmë tryezën, është shumë moment i bukur. Edhe ajo lodhja që ke ndonjëherë, domethënë është shumë bukur për të gjithë ne, domethënë është një lloj shpërblimi kur i shef të gjithë bashkë aty në tryezë. Ajo thotë se ndjen kënaqësi kur shet të rinj bashkëmoshatarët e saj që gjatë muajit të shenjtë mbajnë agjërim. Në rrethin tim shoqëror shumica po, domethënë shumë pak janë që nuk agjërojnë. Më bëhet shumë shefi kur shoh të rinj dhe të reja që agjërojnë, që falen edhe jam e bindur që ka plot edhe më bëhet zemra realisht më bëhet zemra mal kur i shoh të gjithë që përshafojnë fen edhe që agjërojnë edhe që bëjnë vepra të mira dhe është shumë ndjesi e bukur absolutisht. Hygerta ka edhe një urim për gjithë besimtarët. Zoti ju apranoft lutjet, agjërimin edhe ju dhënë mbarësi edhe ju shpërbleft me të mira.